Vëmendja që i kushton perëndimi i Shqipërisë është si vëmendja e dikujt që merr përdore dikë. Dhe kaq. Kaq meritojmë ne në fakt shqiptarët. Tani, unë them që perëndimi nuk është ai që ka qenë dhe aq më pak është ai që ne kemi imagjinuar në kohën e kur ishim në frigorifer. Perëndimi është i transformuar. Dhe gjithë ajo eufori që pasoi rënien e murit, deklaratat e mbështetën mbi këtë eufori për një rend të ri botëror, apo edhe për një Gjermani lindore ku në vend gërmadhe do kishte fusha me lule, rezultuan një iluzion dritë shkurtër dhe jetë shkurtër. Sepse praktikisht nëse marrim pak historinë e perëndimit. Lufta e parë botërore ishte lufta që konsiderohej si lufta për të mbaruar luftrat dhe për të shpëtuar demokracinë. Gjeneroi dy murtaje të mëdha të këtij shekulli, fashizmin dhe komunizmin. Lufta e dytë botërore gjeneroi luftën e ftohtë. Dhe mbarimi i luftës së ftohtë, i cili u shoqërua me këtë eufori dhe me këtë iluzion të një harmonie të arritur, çfarë gjeneroi? Konfliktet etnike, neofashizmin, intensifikimin e fundamentalizmit islamik, fundin e diplomacisë së buzëqeshjeve dhe veçanërisht nxorrim pa organizmin gjysmë paralizuar të Kombeve të Bashkuara, që e shohim shumë shpesh të ngelet i paaftë përballë konflikteve të përgjithshme etnike. Do t'i them vetëm një detaj. Në vitin 1993, në botë ka pasur 48 konflikte etnike. Dhe vetëm brenda kufive të ish-Bashkimit Sovjetik ka pasur 164 sherrre etniko-territoriale, nga cilat 30 kanë degeneruar në përdorim në armëve. Dhe fjala genocid në 5 vitet e pas luftës së ftohtë është shqiptuar më shumë se në çdo 5 vjeçar të luftës së ftohtë. Të gjitha këto tregojnë që zhdukja e armikut dhe kthimi introspektiv nga vetja, bashkë me krizën e madhe që solli rënja e komunizmit, në kuptimin që njeriu i ri nuk ishte i përgatitur për të përballuar sfidën e lirisë dhe të sistemit tjetër, bëri që perëndimi të hyjë në një krizë të modelit. Dhe një filozof francez në mënyrë provokative thot diçka shumë interesante. Sfida më e madhe që lindja komuniste i bëri perëndimit ishte që u dorëzua. I thanë nuk, dakord, fitova, tani më mbaj. Përveç çfarë bëjnë të tjerët për ne, përveç çfarë ndodh jashtë nesh, politika shqiptare, ndjeni se është shumë konfliktuale dhe nëse merrte pak shembull nga harmonia mes feve në Shqipëri do të qenë ndryshe. Tani më duket se ky shembull është pak abstrakt, sepse feja, domethënë, është si thuash, si të kërkosh që Cezarit marrë shembull nga Zoti. Zoti është autoriteti shpirtëror, Cezari është autoriteti i shtetit. Dhe këto dyja bashkë në ato vende ku Cezari dhe Zoti janë një, do me thënë, ku shteti dhe autoriteti shpirtëror janë njëjta gjë, liria është gjithmonë e kërcënuar. Dhe nga ana tjetër, bashkimi i një komuniteti fetar në një Zot shmang luftat e klaneve, sepse janë të gjithë klani i Zotit. Kurse politika është diçka tjetër. Dhe klanet në politikën shqiptare jo që nuk mund të marrin shembull nga komunitetet fetare,
sepse ka dhe gjëra tjera që tani nuk po hym këtu në kompleksitetin e kësaj çështje. Por dhënë Zoti që mos na marrin frymën të gjithëve. Si shikoni ju rolin e politikës së Tiranës në çështjen e Kosovës, në zgjidhjen e kësaj çështje, dhe ju duket se qëndrimi skeptik që ka perëndimi ndaj politikës së Tiranës zyrtare ndikon edhe në qëndrimin global për çështjen e Kosovës? Mendoj që në radhë parë duhet të them një gjë shumë sinqerisht, me që jemi këtu për të rrëfyer, që asnjëherë nuk kam pasur kurajon dhe habitën me kurajon disa njerëzve që kanë një furgon me elektorat këtu dhe që japin mendime se çdo të bëjnë kosovarët. Vetë fakti që kosovarët jetojnë në një diktaturë barbare, më duket që më heq drejtën që të them se çdo të bëjnë kosovarët dhe kam respekt për të gjithë ata që përpiqen të bëjnë diçka për vendin e tyre. Dhe mendoj që të gjithë bëjnë diçka për vendin e tyre. Bile duke i parë nga jashtë kam përshtypjen që si ata të cilët ndoqën deri këtu rrugën paqësore, si të tjerët që morën armën për të pozuar më në fund çështjen e Kosovës, jo në tavolina të rangut të tretë apo të dytë, por në tavolina të rangut të parë, në fakt janë pjesë përbërëse të njëjtës dëshirë për liri. Dhe prandaj, respekti im për gjithë ata është plot. Do më duke vetja shumë arrogant që të jepja gjykim për këtë. Nga ana tjetër, më duket e domosdoshme që të them se politika e Tiranës filloi të bëhet element konstruktiv në quajin e zgjidhjes, e cila është një zgjidhje afatgjatë kombëtare, kur filloi të bëhej realiste. Dhe kjo merit për mua, pavarësisht se çfarë thuhet lart e poshtë, i shkon qeverisë së zgjedhur në 29 qershor. Se duhet ndar mirë problemi dhe duke qenë njëri që kam një urrëtie patologjike për nacionalizmin dhe që shoh nacionalizmin si zjarrin që djeg rrënjët e pemës ku më cilën ngrihet kombi, por nga tjetër duke qenë patriot dhe duke qenë i bindur që patriotizmi është vetëm ndjenja e shëndosh që mund të çojë përpara komit, kam përshtypjen që patriotizmi në këtë rast i korespondon qëndrimeve realiste dhe çuarjes së çështjes së Kosovës në tavolinat ku ajo duhet diskutohet në bazë të vullnetit dhe të realiteteve që janë atje. Dhe jo në bazë të manipulimeve dhe të politikave të brendshme, siç ndodhte dikur. Mbas dhe përpara se të binte komunizmi. Kështu që